Shikojeni këtë master plan. Është projekti për fshatin olimpik, një kompleks i parapart të ndërtohet në Brnic, në periferi të kryeqytetit kosovar. Ky projekt i komunës së Prishtinës përfshin stadium futbolli, arena sportive e të tjera në kuadër të një investimi prej rreth 250 milion eurosh për t'ju shërbyer edhe lojrave mesdhetare që parashihen të mbahen në Kosovë më 2030. Për këtë projekt, komuna ka kërkuar investim të jashtëm në një konferencë me investitor amerikan në fund të prillit. So as we prepare for the for Mediterranean Games, we have a master plan for the Olympic Village. We need a lot of infrastructure here, sports infrastructure. We need the football stadium, multifunctional arenas, hotels. Por Ministria e Sportit, që është bashkë organizatore e lojrave mesdhetare, thotë se për projektin e komunës nuk ka dakordim institucional. Ministria përmend fshatin mesdhetar si projekt zyrtar për akomodimin e sportistëve, duke planifikuar që qendra e studentëve pas renovimit të shërbejë si hapësirë pritëse gjatë lojrave. Por paqartësi ka edhe për stadiumin e futbollit që duhet të ndërtohet për lojrat mesdhetare. Një i tillë është parapar në kuadër të fshatit olimpik të komunës së Prishtinës, ndërsa një tjetër është në planet e Ministrisë së Sportit, ndonse ende pa lokacion të përcaktuar. Megjithatë, ndërtimi nuk ka nisur në asnjërin projekt. Sipas Komitetit Olimpik të Kosovës, që po ashtu është bashkë organizatori i lojrave mesdhetare, sa më shumë infrastrukturë sportive që ndërtohet, aq më mirë. Por sipas tij, çdo ditë që kalon pa nisur punimet është në disfavor të Kosovës. Përtej sportit, komuna e Prishtinës po kërkon investitor edhe për spitalin e qytetit, duke thënë se nuk ka mbështetje të mjaftueshme nga qeveria qendrore. Spitali parashihet të shërbej kryeqytetasve dhe të lehtësoj barrën për qendrën klinike universitare ku aktualisht marrin shërbime qytetar nga e gjithë Kosova. Por në masterplanin e komunës me kost të prej 90 milion eurosh, ende nuk është sqaruar se në çfarë modeli do të funksionojë ky spital, publik, privat apo diçka e ndërmjetme. Ministria e Shëndetësisë ka thënë se para çdo hapi për spitalin duhet koordinim ndërinstitucional dhe sqarim për mënyrën e funksionimit të tij. Na ftojmë edhe i kemi ftuar edhe komunën e Prishtinës që të ulemi në këtë drejtim për të koordinuar më shumë për shërbimet sesa për ndërtesën. Sepse sa i përket ndërtesës, mund secilë ndërtesë në Prishtinë t'ia vëjmë emrin Spitali i Prishtinës. Shoqatat e pacientëve dhe sindikatat e stafit shëndetësor po ashtu thonë se duhet sqaruar mënyra e funksionimit të spitalit të ri. E nga Instituti për Studime të Avancuara GAP i thanë Radios Evropa Lirë se mungesa e koordinimit mes institucioneve për projekte madhore krijon sinjal të dobët serioziteti si për qytetarët ashtu edhe për investitorët potencial. Për më shumë hollësi rreth kësaj teme, lexojini shkrimin e zgjeruar në evropaelir.org.